Reja të më të fundit që vi nga qyteti Durrësit, pikërisht nga nisja e zotit Salianit të kësaj foltoreje që pritet të shtrihet në të gjithë Shqipërinë, ishte njoftuar që të niste në orën 18. Do të jem sërish me kolegen Daniela Malogu, të cilën e përshëndes. Në këtë çast Daniela jemi sërish së bashku, cilët janë të rehat në raport me këtë ngjarje. Ermal të përshëndes, ditën e sotme do të nisë foltoria e parë, turi i takimeve të Ervin Salianit me demokratët për të dëgjuar lidhur me problematikat e Partisë Demokratike apo gjetjen e një rrugëzidhje se si Partia Demokratike mund të forcohet. Dhe për këtë arsye, zoti Saliani së bashku me disa figura të tjera të Partisë Demokratike ndër më të votuarit në primare dhe në listat e hapura do të nisin këtë tur takimesh, biseda mes demokratësh e kanë konsideruar këta të fundit për të diskutuar se kurse theksova lidhur me situatën në cilën ndodhet Partia Demokratike në mungesë të një reflektimi nga leadershipi blu për humbjet e një pasnjëshme të demokratëve. Pas krave të mi në fakt, gjithçka po bëhet gati për të nisur edhe takimi i zotit Saliani, kanë qenë disa qytetarë të cilët kanë bërritur tashmë deri në këto momente, teksa pritej që pas pak minutash të bëhet edhe nisja zyrtare e takimit të parë të Ervin Salianit në formën e një foltoreje, do të quaja një diskutimi mes demokratësh, një takim i cili duhet theksuar Ermal se do të ketë, ose pritet që të ketë pjesë jo vetëm figura si Ilir Ali Mehmeti, apo si kurse deklaroi gjatë mesditës sot në Report TV edhe ish kandidati për deputet i qarkut të Durrësit Aulon Kalaja, pra pritet që t'jenë figura që do t'jenë pjesë e takimit të ditës së sotme në Durrës, por po ashtu edhe figura lokale të rëndësishme nga radhët e demokratëve do t'i bashkohen këtij turi diskutimesh, do e quaja kështu, sepse nuk është një po themi një tentativ për të marrë partin nga zoti Saliani, sikurse e kanë konsideruar shumë persona, të paktën jo për momentin, por është një tur i cili konsiderohet tur dëgjesash dhe diskutimesh mes demokratëve për të diskutuar, pra qoftë për problematikat e brendshme që po has Partia Demokratike, por qoftë edhe për gjetjen e rrugëve se si Partia Demokratike të forcohet. Ashtu sikurse po theksoja, figura lokale të rëndësishme Partisë Demokratike pritet që të bëhen pjesë e këtij takimi, qoftë Luan Hoti, qoftë zoti Burgia, që është edhe drejtuesi i këshilltarëve të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Durrësit, pra pritet që të ketë disa figura të rëndësishme të degës së Partisë Demokratike në Durrës që do ta dëgjojnë zotin Saliani dhe figurat e tjera që marrin pjesë në këtë takim dhe do të kenë një bisedë të hapur mes njëri tjetrit pikërisht për atë që po theksoja edhe pak më herët, që ka të bëjë me ringritjen e Partisë Demokratike dhe gjetjen e rrugëve për ta forcuar këtë të fundit. Megjithatë, takimi i ditës së sotme Ermal nuk ka kaluar pa vëmendjen e Sali Berishës, teksa disa ditë më parë zoti Berisha përpiqej që të mos i jepte rëndësi takimit të zotit Saliani, duke i quajtur thjesht një kafe mes kolegësh, ditën e sotme shigjetoi hapur, duke thënë se është një takim jashtë strukturave të Partisë Demokratike që bëhet për interesa personale të atyre që organizojnë këtë takim, duke shigjetuar drejt për drejt kështu zotin Salianin apo figura tjera që shfaqen në krah të tij, edhe pse prezenca e disa figurave tashmë këtu në Durrës po tregojnë që janë pjesë e këtyre takimeve. Në këtë moment po shohim sikurse paralajmëruam edhe pak më herët ish kandidatin e Partisë Demokratike në Durrës, zotin Aulon Kalaja, që bëhet pjesë e takimit, sikurse ai e paralajmëroi edhe në Report TV, ndërsa po ashtu bashkë me shigjetimin e zotit Berisha ka patur të paktën në media është raportuar edhe për një mesazh të drejtuesve lokal të Partisë Demokratike që nuk do të marrin pjesë në këtë takim, drejtuar antarëve të tjerë dhe simpatizantëve që mos të bëhen pjesë të takimeve që mblidhen jashtë strukturave, kanë qenë mesazhe që janë raportuar në media. Do të mbetet për të parë në fakt se cilët do të jenë këto figura kryesore që do të bashkohen bashkë me zotin Aulon Kalaja për të qenë
pjesë e diskutimit të hapur sot me Ervin Salianin dhe do të jemi po ashtu në pritje mbase edhe të një komunikimi në rast se zoti Saliani do të zgjedhë që të ketë ndonjë komunikim edhe për mediat. Në ndërkohë Daniela që ne mendimin e operatorit shohim në këtë çast edhe prezencën e qytetarëve në nisje të këtij aktiviteti për të kuptuar ndoshta edhe reagimin e parë në formë mbështetje që vjen për këta figura që kanë iniciuar këtë hap. Duhet të pyesja nëse ky aktivitet do të jetë i hapur, pra do të kenë mundësi qytetarët e tjerë në zonat e tjera të Shqipërisë ta ndjekin apo do të jetë një takim i mbyllur që do të mahet së pari me qytetarët që janë prezent sot. Është një takim në fakt që mbahet në formën e një diskutimi të hapur mes demokratësh dhe duke qenë se është konceptuar si një takim i tillë, mbetet për t'u parë nëse do të jetë vendimarrja e tyre për të lejuar mbase edhe mediat për të qënë pjesë e këtij takimi, por fakti është që deri në këto momente takimet e zotit Saliani nisur edhe nga kafja më hershme që ai ka zhvilluar një javë më parë me më të votuarit e primareve dhe të listave të hapura, janë takime të cilat po themi zhvillohen në formë diskutimesh dhe larg syrit të medias. Ndaj gjasat janë që takimi të jetë mes tyre, pra mes demokratëve për të parë dhe për të diskutuar lidhur me gjendjen në cilën ndodhet Partia Demokratike sot, por edhe me çfarë mund të propozohet dhe cilët mund të jenë konkluzionet e këtyre takimeve që sikurse theksova nisin sot nga Durrësi, por nuk do të jenë vetmet sepse do të jetë një tur takimesh që do të mbajë zoti Saliani në të gjithë Shqipërinë. Ka paralajmëruar ky i fundit për nevojën e një reflektimi dhe diskutimi brenda demokratëve. Ndërsa sigurisht mendimin e operatorit unë do t'ju ofroj edhe pamje nga hyrja po themi e sallës. Ne pak më herët ishim dhe brenda sallës dhe pam edhe nga aty po themi edhe gjithë sfondi në cilin do të zhvillohet takimi me simbolet e Partisë Demokratike dhe me simbolet e dy gishtave lart. Nuk di nëse kjo është një gjetje strategjike e zotit Saliani për të treguar që ky takim zhvillohet brenda strukturave dhe me antar dhe simpatizant Partisë Demokratike, apo nëse është thjesht një gjetje rastësore për të nënkuptuar faktin që diskutohet për Partinë Demokratike. Po, e fundi Daniela, para se të falenderoj, në raport me figurat të rëndësishme, qofshin ata të zgjedhur të parlamentit, por edhe me kontribut ndër vite në Partinë Demokratike, ka patur ndonjë reagim deri më tani për mbështetje apo kundërshtim përveç rastit të zotit Berisha? Apo jemi vetëm në kuadër të një reagimit të bërë nga kreu i partisë? Për shembull, vetëm pak më herët arrita të shuaj këtu një nga figurat më të rëndësishme do e konsideroja të rinjve demokrat në Partinë Demokratike të Durrësit, pra të degës së Durrësit, një zoti Berberi që ka qenë pjesë edhe e protestave të Partisë Demokratike. Duhet kujtuar se ka qenë, sigurisht se mund ta ndiqni edhe nga pamjet, ka qenë një nga zërat më të fuqishëm të protestave të Partisë Demokratike, qoftë në protestën që kjo e fundit thirrri për mbylljen e TikTok, por qoftë edhe në foltoren e parë që zhvilloi zoti Berisha, dhe fakti që është këtu, po themi, tregon një lloj mbështetje të këtij të fundit për takimin e thirrur nga zoti Saliani dhe po ashtu ka shprehur edhe në rrjetet sociale një lloj mbështetje duke ftuar demokratët që të jenë pjesë e këtij takimi. Ndërsa po ashtu kam arritur të shquaj pak më herët edhe zotin Drec Pjetri, i cili është kandidati më i votuar i Partisë Agrare Ambientaliste në zgjedhjet e 11 majit. Në këto momente është edhe zoti Saliani që sapo ka mbërritur për të qenë pjesë e takimit ditën e sotme me strukturat e Partisë Demokratike. Zoti Luan Hoti, pas tij zoti Burgia, Hysen Kadiu, më i votuar i primareve në qarkun e Tiranës, janë ndër figurat kryesore që i bashkohen Ervin Salianit në protestën, në takimin e ditës së sotme, në foltoren e parë që ai thërret sot. Po, vjem të qëndrojmë pak çast edhe me pamje të drejt për drejta, sigurisht edhe kolegja Daniela Maloku e theksojnë në këtë çast, në këtë takim të parë të thirrur nga Saliani pikërisht me qytetarët e Durrësit. Na ndihmon operatori me pamje në kuadër edhe të mundësisë që kanë në këtë çast, në këtë takim të mbajtur në qytetin e Durrësit, pikërisht në një përmbledhje, po themi kështu, diskutimesh dhe idesh të demokratëve, të cilët në një farë forme janë të pakënaqur nga leadershipi i zotit Berisha dhe që në këtë çast janë bashkuar në
lëvizjen e zotit Saliani dhe disa figurave të tjera pikërisht për të dhënë mendimin e tyre në kuadër të një reformimi ose ringritje të partisë. Janë pamje të drejtë që na vijnë nga ky aktivitet, shohim zotin Saliani në këtë çast shoqëruar nga disa prej figurave të tjera të rëndësishme edhe në Durrës, theksoi kolegja Maloku që po takohet me disa qytetarë të cilët fakt janë pjesë e këtij takimi. Do të jetë një takim që me sa duke do të vijojë të jetë larg vëmendjes së medjave, nëse do të ketë një ndryshim në moment të fundit, padyshim do të transmetojmë së bashku. Kjo është prezenca e demokratëve të cilën mbështesin Ervin Saliani në këtë lëvizje të re. Saliani së bashku me disa figura të tjera të Partisë Demokratike që kanë qenë në fakt më të votuarit e primareve. Janë pamje të drejta që na vinë në këtë moment dhe pritet që nga çasti në çast të nis gjithçka. Me sa duket, Daniela, mund të jemi padyshim në skenarin e një mbledhjeje të mbyllur. Pra nuk ka ende asnjë sinjal, flas të mbyllur për mediat, pra nuk ka ende asnjë sinjal konkret që mund ta transmetojmë në mënyrë të drejtë për drejtë gjithçka po ndodh atje. Do të mbetet për të parë nëse do të përlini vetëm pak kohë sa të duhet bëhemi edhe gati në fakt Ermal për të kuptuar edhe nëse takimi do të jetë i hapur apo nëse do të jetë një takim që më pas do zhvillohet i mbyllur për mediat. Mirë, ndërkohë që vijojnë të qëndrojnë me pamje të drejtë për drejta në kuadër edhe të transmetimit direkt të këtij aktiviteti të parë të mbledhur me demokratët nga thirrja e bërë më herët nga ish deputeti Saliani së bashku me disa figura të tjera të rëndësishme të kësaj partie. Dritan Burgia është një ndër personazhet që është prezent ku nxjerrët antar Këshilli Bashkiak aktual dhe ish drejtuesi Degës së Durrësit. Luan Hoti, ish kreu i PD-s së Degës së Durrësit. Pra janë disa prej emrave që raportohen në këtë çast edhe në kuadër të këtij takimi që kolegët na përcjellim pikërisht në prezencën që kanë bërë në takimin që ata po vijojnë të mbajnë. Sigurisht e theksova të iniciuar nga zoti Saliani, por së bashku edhe me Aulon Kalan dhe personazhe të tjerë. Ku padyshim prezencë e këtij takimi janë dhe personazhe të cilët në një farë forme kanë shprehur pak kënaqësi ndaj lidershipit të Partisë Demokratike. Përfshim këtu Drejt Spjetri, ish kreu i Forumit Rinor të PD-s dhe njerëz i kandidat për deputet më i votuar i Partisë Agrare Ambientaliste në zgjedhjet e fundit, sigurisht e theksoi dhe kolegja Maloku, Aulon Kalaja e të tjerë. Pritet që nga çasti në çast të nis pikërisht ky takim që konsiderohet i rëndësishëm për demokratët, por edhe iniciative të brendshme të kësaj force politike për të mësuar më tej dhe hapat e tjerë që pritet të shtrihen disa qytete kryesore të Shqipërisë, sikurse është njoftuar më herët, sikurse edhe kolegja Maloku na ka bërë me dije pikërisht edhe lidhjen, me sa duket nisi dhe jemi ende me pamje të drejtë për drejtë. Të shohim kush më fjalën hapse. Antar Partisë Demokratike, qytetar Durrësit, faleminderit që jeni bërë pjesë e diskutimit parë të strukturave të Partisë Demokratike në Durrësit.